Ka shumë rëndësi kush qeverisën Shqipëri për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe për të ardhmen e institucioneve të drejtësisë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zë të lartë dhe janë përbetuar që do kthejnë mbrapsh reformën në drejtësi dhe do shkrijnë institucionet e reja të drejtësisë dhe do neutralizojnë SPAD. Kjo mund të bëhet vetëm nga forca që hallet e tyre me drejtësinë i kanë më të mëdha se sa lidhjet e tyre me interesin kombëtar dhe me interesin publik. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik, nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë page nga Amerika për të bërë një makjazh trumpist të fushatës së atyre forcave që ndryshon këtë thelb. Ky është thelbi i ndarjes si dita me natën, apo si nata me ditën, mes nesh dhe kënetës.